Nga arkiva e televizionit ton, 24 vite më parë vjen një rrëfim i fuqishëm për Dobroshin, fshatin e qëndresës dhe heroizmit në perëndim të Kosovës, pranë kufirit me Shqipërinë. Në ato pamje të ruajtura ndër vite shfaqej një realitet jashtëpër lufte, por edhe një organizim i jashtëzakonshëm njerëzor që do të mbetej në kujtesën kolektive. Dobroshi aso kohë kishte një pozitë të rëndësishme strategjike, i vendosur në një zonë të përshtatshme për furnizim me armatim dhe për zhvillimin e misioneve të rëndësishme ushtarake. Ai ishte kthyer në një pikë kyçe të rezistencës. Nga maja Planikut shiheshin qartë fshatrat përreth. Pamjet arkivore dëshmonin për granatimet e vazhdueshme dhe për përleshjet që zhvilloheshin në atë zonë kufitare. Ishte koha kur shumë fshatra digjeshin, por Dobroshi vazhdonte të qëndronte. Djelmoshat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk ishin dorëzuar. Shumë shtëpi të fshatit ishin shndruar në baza furnizimi me armë në streh për luftëtarët dhe më pas në hapësira ku kurohej jeta. Nga ato arkiva shfaqej edhe historia e spitalit të improvizuar të Dobroshit, një qendër që kishte shërbyer për trajtimin e të plagosurve gjatë luftës. Fillimisht spitali ishte organizuar në një shtëpi të vogël. Megjithatë, organizimi i fshatrave kishte qenë jashtëzakonshëm. Secili kishte kontribuar me atë që kishte mundur. Mjekët të parë të sistemuar aty ishin doktorët Haxhi Kamberi dhe Afrim Sulejmani. Në intervistat të dhëna aso kohe, doktor Haxhi Kamberi kishte folur për grumbullimin e materialit sanitar dhe për organizimin e shërbimeve në kushte lufte. Fillimisht me një grup shokësh, unë, doktor Afrim Sulejmani, Ibrahim Zaqi dhe Zenel Ahmeti, jemi angazhuar për grumbullimin e materialit sanitar dhe medikamente të nevojshme për luftën, të cilat i kemi deponuar në fshatra të ndryshme. Kjo ka ardhur si pasojë rrethanave të cilat ndodheshin dhe sipas mendimeve tona dhe parashikimeve tona, ne mendonim se së shpejti do të fillojë një luftë masive. Prandaj, angazhimi ynë ka shkuar në këtë drejtim. Me daljen e USHK-s publikisht në Smolic, me datën e 11 prill, ne kemi pasur bisede me komandantin e zonës, qësisht me komandantin e Smolicën në atë kohë me Agran Ramën dhe Haxhi Lezin, me të cilët kemi biseduar dhe në koordinim edhe me drejtorin e shtëpisë së shëndetit në Gjako, doktor Fari Morina, që unë të marrë përsi për organizimin dhe për kujdesën ndaj luftarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me datën 29 majt një vitit 1998 dhe në bisedë me shtabin e Dobroshit dhe në bisedë edhe me personelin shëndetësor, gjithsesi me mua dhe doktor Afrim Sulejmanin, kemi vendosur që të gjejmë një objekt i cili do të dedikohej vetëm të plagosurve. Dhe këto i kemi vendosur të plagosurit me 30 maj në shtëpinë e Syl Haxheut, i cili ndodhej në botën e jashtme, dhe aty kemi filluar mjekimin dhe trajtimin e tyre si dhe punën 24 orëshe. Doktori gjithashtu aso kohë pati treguar se gjithçka ishte zhvilluar në një shtëpi të vjetër, por me rritjen e numrit të plagosurve, ajo hapësirë nuk ishte mjaftuar. Me qenë se kapaciteti i objektit, gjithsesi hapësira nuk ka qenë mjaftueshme edhe adekuate për një situatë e tillë dhe për shërbimin mjekësor, atëherë jemi detyruar që pas një kohe ta bëjmë zhvendosjen e spitalit në objektin, gjithsesi në shtëpinë e Haxhi Sadri Hoxhës, do thotë në këtë objekt e cila i përmbushte të gjitha kriteret për të qenë një spital dhe i plotësonte nevojat për shërbime mjekësore.
Duhet flitet edhe rreth furnizimit me medikamente dhe me material sanitar për arsye se ajo veç ka qenë nevojë permanente furnizimi i këtij spitalit për shkak të nevojës. Në dëshminë arkivore, doktor Haxhi Kamberi përshkruan shërbimet që kryeshin brenda spitalit të improvizuar, ndalimi i gjakderdhjeve, trajtimi i plagëve të rënda dhe ndërhyrjet emergjente. Jeta dhe vdekja kishin qenë në tet të thikës, ishte shprehur ai mes emocionesh. Tu ka punuar një personel, ku kam punuar unë, doktor Afrim Sulejmani, pastaj doktor Deli Haxhosaj, që më vonë është angazhuar në shërbimin civil, pastaj Bajram Zeqiri, gjithashtu kem pas edhe shërbimin stomatologjik ku ka punuar doktor Zanela Meti, pastaj doktor Besnik Rama, kem pas shërbimin e infermierëve ku ka punuar si teknik Abdul Mustafa, pastaj ka punuar Argenita Sadreu, ka punuar Lumni dhe Shkendije Kajtazi, ka punuar Nesri dhe Resmie Sulejmani, pastaj Uki Ibrahimi dhe Laura Sadreu. Këtu janë kry punë të ndryshme, janë kry intervenime nga më të thjeshta deri te më të ndërlikuar. Puna e parë që është bërë është ndalja e gjakderdhjes, ai ka qenë primare në kurse luftet tek të plagosit primare është ndalja e gjakderdhjes. Pastaj raminimi, kompenzimi i gjakut që është humbur. Pastaj mbrojtja me antibiotik, duke filluar nga penicilinat, nga tetraciklinat, pastaj edhe cefalosporinat si antibiotik më të fortë. Me të gjitha këto kemi disponuar dhe varësisht nga gjendja e rëndë e pacientit ne kemi ordinuar edhe terapinë antibiotik. Pastaj kemi përdorur edhe qetësues të dhëmbjeve. Dihet se plagët luftarak janë plagë që dhëmbin shumë dhe në këtë drejtim nuk kemi pas probleme. Më vonë kemi përdorur edhe terapi simptomatike. Pastaj kemi bërë ndërhyrje kirurgjike, të cilat i tejkalonin mundësitë, por ishin domosdoshmëri. Prandaj jemi marrë me përpunimin e plagëve, jemi marrë me heqjen e trupave të huaj, siç janë predhat e plumbit, pastaj copat e granatave, copat e gurëve dhe rrobave, të cilat ndodheshin në plagë, me dezinfektimin e plagëve, me dezinfektimin e rregullt të plagëve. Pastaj duhet përmend imobilizimin e gjymtyrëve, sepse plagët e luftës shkaktojnë edhe thyrje të ndryshme. Imobilizimi është bë imobilizim jashtëm nga ortopedi, pastaj është rasti me një pneumotoraks që për herë të parë aplikohet në kushte të terrenit me drenim me presion negativ që është bë nga kirurgu i mirënjohur doktor Sabadin Bityqi. Ndërsa doktor Afrim Sulejmani pati deklaruar, aty ku kishte krisur pushka, duhet të ishte edhe dora mjekut. Ai gjithashtu tregonte për punën e jashtëzakonshme që ishte bërë në kushte lufte, ndërsa në përnetët pa gjumë dhe për përpjekjet e vazhdueshme për të shpëtuar sa më shumë jetë. Ne kishim një motiv, aty ku kriste pushka liris, aty duhet ishte edhe dora mjekut. Të pas parasysh këtë fakt ne kemi fillu një vetë organizim dhe jemi mundu me bë ato çka është dashur me bë. Është shumë e vërtetë se është bën një punë e madhe. Pas parasysh konfiguracionin e terrenit, ngjërsinë e tij, numrin e ushtarëve që kanë gravituar kënej, pastaj numrin e popullatës civile, jemi mundu të ndodhemi përballë dhe aty ku lyp nevoja aty të gjendem. Më kujtohet e ushtari plagosun i Smolisës, i cili kishte marrë plagë të rënda në hemopneumotoraks, kishte ardhur një hemoragji në fazën përfundimtare, që ishte shok hemoragjik irreversibil ose i pakthyeshëm, dhe ne u mundum të ta reanimojmë, u mundum ta mbajmë në jetë, mirë po ishim të pafuqishëm. Është ndjenjë shumë e vështirë. Mjeku të ballafaqohet me këqi rastësh dhe të mos mund të shpëtoj jetë njëri, vërtet është ndjenjë e keqe. Dhe në jetën time kur nuk e kam ndjenjë vetëm me ngushtë. Megjithatë, dihet
Ekzistojnë plagë lufte të cilat janë të pashërueshme dhe vdekja është e pashmangshme. Prandaj në momentin kur plagosen njerëz dënohen me vdekje, ne aty ishim të pafuqishëm. Në pamjet e arkives, shfaqet edhe doktor Sabaudin Bytyqi, i ulur në një nga dhomat që dikur kishte shërbyer si repart. Ai tregonte se në atë dhomë kishin qenë rreth 12 shtretër dhe se aty kishin kryer shërbime shëndetësore. Çdo cepi i asaj shtëpie mbante histori të dhimbshme. Kjo dhomë në të cilën gjendemi në atë kohë ishte dhomë e pacientëve. Ishin diku 10 afër 12 shtretër vetëm në këtë dhomë, disa edhe në për disa sinxera, derisa nuk kishte për të gjithë krevet. Ndërsa në dhomën tjetër ishte ambulanta kirurgjike, ishte një shtrat në të cilin përpunoheshin plagët, lidheshin çdo ditë. I lidhesha edhe vetë gjatë vizitave të mia që i bajsha këtu, ndërsa të plagosur i tjerë nga njëherë mjekoheshin edhe në shtratin e tyre. Dhoma tjera ishin të dedikuara për mjekun, për qëndrimin, për ushtarët të cilët kujdeseshin për këtë objekt. Ishte edhe kati i dytë si rezervë për të plagosur i tjerë në rast se do të kishte më tepër. Ka pas raste kur edhe atje ka pas pacient, më thonë të plagosur. Edhe një dhomë tjetër ku vendoseshin në katin e dytë një barnatore doracake. Po mendoj pasi kanë kaluar në këtë objekt, edhe pajisja me medikamente mjekësore ka qenë në një nivel më të mirë se sa në atë objektin tjetër. Megjithëse mund të them se kur nuk kemi pas të gjitha që i kemi pas nevojë. Ishin kushte lufte, furnizimi ishte mjaft i vështirë, përkundër angazhimit të trive tanë rreth furnizimit me medikamente, prapë se prapë gjithmonë diçka mungonte. Ardhja ime e parë këtu ishte ballafaqimi me të plagosurit ndër ata më të rëndë, kur prej 17 plagosurve, 10 veç kishin vdekur. Ndërsa ata 7 ishin mjaft të rëndë, domethënë me plagë shumë të rënda, me plagë në krahnor. Kujtohet njëri që kishte plagë të hapur nga cilat dilte edhe ajri e gjaku e gjitha. Është dashur me bëhet drenazhen të cilën duhet ta bënin, po s'kishim dren me të cilin ta siguron drenimin e hapësirës pleurale, kështu që vendosëm me një sistem të infuzionit me ashtu një drenazh të përkohshëm deri të nesërmen. Të nesërmen prap nuk kishte mundësi më kështu që u dash pas 2 ditë më ardh, derisa me një dren tjetër të krahnorit, dhe atë me vendos në kushtet të dhomës, po jo si kushte, po kushtet dhomës që përndryshe drenazha nuk bëhet në kushtet tilla, po bëhet në kushtet tjera aseptike, që të pritet ndonjë sukses. Dhe më kujtohet edhe momenti i keqësimit të gjendjes së pacientit, momentin kur futet dreni në krahnor, mirë po menjëherë pas 2 minutave, menjëherë përmirësohet gjendja mas drenit, se ajo kryen funksionin e vetë dhe menjëherë shifet rezultati i saj. Mund të them se na ka përcjellur fati, jo vetëm kolegët që kanë qenë këtu, po edhe neve me pacientat rënd. Sidoqoftë, organizimi i shëndetësisë ka qenë një nivel mjaft e mirë, sidomos në spitalin e Dobroshit. Intervistat e asaj kohe gjithashtu dëshmojnë fakte kur të plagosurit për shkak të gjendjes së rëndë ishin transportuar drejt spitalit të Irzniqit në rrethana jashtëzakonisht të vështira. Çdo transport kishte qenë një sfidë në vete, nën rrezikun e vazhdueshëm të sulmeve. Kujtimi aty në momente dhe aty në angazhime nga kjo distancë kohore, sigurisht se nuk ka se si të mos krijoj emocionet e të gjithë ne, sepse ishin momente jashtëzakonisht të vështira, kur jeta dhe vdekja thuajse ishte në të thikës. Momente tjera të rëndësishme, ndoshta edhe të dramatike janë kur kemi qenë këtu, pikërisht në këtë
spital me të plagosur dhe kemi pasur granatime nga të gjitha anët. Kur granatat binin vetëm 10 metra nga ky spital, përveç se duhet që ne të kujdesemi për vetveten, u duhet të kujdesim edhe që t'u shpëtojmë jetën e të plagosur. Ka pas momente të caktuar kur kemi kërkuar vend në këtë shtëpi se ku të strehoshim bashkë me të plagosur në mënyrë që të kemi një grim vend, nëse mund të themi, më të sigurt për shpëtimin e jetës tonë dhe të plagosurve. Elementi tjetër që është tepër domethënë dhe ka mbeti pa shlyer në kujdesin tonë është rasti i luftëtarëve të Morinës, konkretisht Arben Ukshinit, Nezir Elezit dhe Milot Konjuftës, të cilët kanë pas fatin të plagosur dhe të mjekohen në këtë spital, dhe ende pa u shëruar, dhe ende pa u kulluar plagët e tyre, vullnetarisht kanë shkuar në luftë dhe janë vrarë mas 2 ose 3 ditësh në luftimin të drejta në betejën e Morinës. Dobroshi doli nga lufta e fundit me 36 të zhdukur e 22 të vrarë. Këto shifra të regjistruara edhe në kronikat e kohës dëshmonin për çmimin e lartë që kishte paguar ky fshat kufitar.